gjo, ku e përmene të binetit, o gjo. Mendimi I parë ishte se Lehoni, do të thotë, si I thonë arabisht, nifas, apo? Po, nifas, po. O gjo, do të thotë, nifas është në bas fëmijës parë. Po, mbas fëmijës parë, po. Do të thotë, mendimi I parë, paleve të vetë, po. Do të thotë, o gjo, nëse lindën fëmija I parë, e kalon për shembull 10 ditë, mbas 10 ditëve lindën fëmija I dytë. Po. Nuk konsiderohet ajo gjaku I asaj ditës nifas. Ka pas nifas 10 ditë, o gjo. Dhe po. Ose 2 ditë, ose 3 ditë. Po, do më thonë që ashtu. Jo. Njerë 40 ditë dy boja e sapa, jo. Me të parin dhe boja e sapa. Me të parin, më kupton. Për shembull, lindën fëmijën e parë. A dhe, si thamne, si vërtetohet për shembull se u ndal Lehonia. Po, dalen të bardhat, kur dalen të bardhat pa marrë parasisha, e lindjen e ditin, për shembull, I ka bo 10 ditë. E lindjen e ditin, për shembull. Po? Ose e lindin mbas. Po është mbas 10 ditëve, Po. me lindjen e fëmijës ditë, a ndalet Lehonia? Nuk ndalet, për shembull. Vazhdon, ala. Po, Do të qatë thot, konsiderohet e para, thot. Po. 40 dita pa namaz. Po. Ose derisa të pastrohet. Derisa ta shofe se është pastruar. Si lindën fëmija ditë, 42 ditë I bën fëmija ditë. Atër jo, thot, konsiderohet e para. Qëtë është mohabet. Atëre Do më thonë, nuk ka Lehoni me këtë ditën. Po, në 40 ditë, do të nesër të fale. Po, po. I bën 2 ditë, prap lindë fëmija ditë. Qatë do të thotë, thot se me ditën thot nuk ka Lehoni. O gjo, gruaja kur lindën, o gjo, kur I lindën... Kjo mendimi I parë, mendimi I ditë ndrejshisht. O gjo, në I lidhe në mendimi të para, po? A mund zgjedhë? Pa mund zgjedhësh se këto më pa, do më thonë, te dita e Zoferi është, e? Po. Pa.